Përshëndetje miq të Agora News. Në këtë intervistë do të flasim për disa çështje të politikës shqiptare dhe kosovare, ku një ndër më të rëndësishmet ditës djeshme ishte ajo e hakerimit nga hakerat iranian të Kuvendit të Shqipërisë. Gjithashtu do të flasim pak dhe për çështjen Balluku që vazhdon të mbetet kryefjala e politikës shqiptare dhe në fund do të kalojmë pak me situatën politike të Kosovës. Për këto dhe shumë tjera kemi sot ftuar analistin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, ju përshëndes. Përshëndetje. Faleminderit shumë për praninë. Dua të hidhem direkt në temën e parë për sa i përket hakerave iranian. Dje ata u futën në postën elektronike të Kuvendit dhe kërcënuan deputetët për shfaqjen e bisedave dhe korrespondencës tyre gjatë muajve të fundit. Tani unë dua ta shoh pak në një prizmë tjetër dhe dua t'ju bëj pyetjen për sa i përket këtij prizmi që dua ta shoh unë. Pra mos ndoshta pa dashur po na bëjnë nder hakerat iranian për të na treguar të palarat e pushtetarëve tanë. E para e njerë që del në një moment tepër delikat ku vendi pritet marrë një vendim tepër të rëndësishëm për sa i përket të drejtësisë shqiptare. Dhe kjo është vazhdimësia e presionit të Ramës, i cili bën kashi deputetëve të tij për të votuar kundër kërkesës së SPAK-ut. Dhe mos harrojmë një gjë që kjo e iranianëve ka dalë pak si boje në Shqipëri për një arsye të thjeshtë, sepse u pa kur doli problemi i Akshit që të gjithë kodet dhe të gjithë ndërhyrjet bëheshin nga vetë Akshi, nga personat e bandave kriminale që ekzistojnë në Shqipëri, që Rama i ka të tijët dhe bënte të gjithë veprimet i bënin vetë për të marrë ato tendaret e famshme me miliona euro, dhe përsëri ne jemi në situatë tepër të brisht për sa i përket elektronikës. Kështu që nuk më konvergon që të iranianët kanë bërë një hakerim të Kuvendit të Shqipërisë për të nxjerrë se kush janë vrasësit, këm bëjnë deputetët apo tjetër gjë që ne i dim sepse janë gjitha në SPAK. Por po të shoh veprimet e Ramës, i cili u bë gati 20 ditë, i cili i mbledh pothuajse për ditë grupin parlamentarëve, takime që ka kokë në kokë me deputetët, sepse ka gjithë hallin e votimit të nesërm që do bëhet në Kuvend për sa i përket Belinda Ballukut. Kështu që është një fluc sapuni që Rama e hedh momentet e fundit. Themi që është guri i fundit që Rama e hedh kashi deputetëve dhe presioni që ju bën ai atyre për sa i përket bindjes që ai kërkon për të marrë atë rezultat që ai e don. Dhe këtë ai e tregoi fare hapur në mbledhjen e fundit që bëri në grupin parlamentar, ku më tepër duk si një gjyqtar se sa një kryetar partie apo një kryeministri i një vendit, kur deklaroi në fund fare që kërkesa rrëzohet. E kuptoj. Pra ju thoni se ato aludimet shpesh që bëshin nëpër media nga sulmi i parë që u bë, thoshin që pra janë vetë pushtetarët ata që e bëjnë këtë gjë, nuk kanë bëj fare iranianët. Po patjetër, aq më tepër që ka grupin e Mancës, ai e komandon edhe ata me ata e desa i mban atje, i trajton atje në atë lloj mënyre që i trajton aq mirë, aq bukur. Edhe po të shihni dhe një ndërhyrje në një farë kohe kur bën një repreziale gjoj atje në Mancë, që ata ndërhyrnin e bënin me hakerimet që i bënin. Pra edhe i mban shtëpi edhe të hakerojnë edhe të bëjnë. Po pse ndryshon, pse zhvendos ja hedh fajin iranianëve, për çfarë arsye? Pse pikërisht iranianëve, pse nuk ja hedh ku diun, afganistanezëve ose irakianëve ose ku diun? Dakord jam unë me këtë, sepse është ajo puna me gurt vras dy zogj. E kuptoj. Të bëj atë pjesën e presionit kashi deputetëve të tij, me këtë lloj nxjerrje, pra unë di dhe komunikimin që keni ju njëri me tjetrin apo nëpërmjet emaileve që ju dërgoni, gjëja e parë, dhe gjëja e dytë është ajo pjesa e tjetër pastaj që si vendi NATO-s ky pretendon që po sulmohet një vend i NATO-s. Sepse po ta veni re të gjithë politikën e tij tashmia, politik ta zbëjnë se janë politikan, po të gjithë atë drejtimin që tani bën,
ky e bën gjithmonë, mundohet tashmë ta bëj në favor apo t'i lëpihet më mirë, themi më mirë Shtetet Bashkuara të Amerikës, po të shihni edhe emrimet që bëri në vendosi 2 pastor, evangelistët që janë evangelistët atje, tash i vëmë edhe ne pastorët këtu, e kuptoj se çfarë lidhje kanë pastorët që të jenë ministra këtu, ne nuk di asgjë. Dhe ky kërkon tashmë që ta përdori këtë si një sulm i vendit NATO-s. E kupton, të jetë i gatshëm ky në çdo moment që do kërkohet që një vend i NATO të sulmohet nga iranianët, atëherë jemi ne ai vendi që nëse keni pa ka dhe ca idiotizma të tjera ku deklarojnë nëpër media e këta portavoqet e Ramës kryesisht, po bien viktime edhe disa të ashtu quajtur general apo njerëz të cilët janë të ushtrisë, të cilët arrin thonë deri atë idiotësinë e madhe që Irani Shqipëria do sulmohet nga Irani me raketa. Kanë përshtypjen e kanë për shkak të frikës, apo nuk mendon se ka faktor frikë këtu fare? Jo, ky është një idiotizëm që thohet edhe kur e dëgjon nga këta analistë pastaj që as e kanë iden fare se sa është rezultati i sjelljes se po të solli nuk sjell dot vetëm një raket, normal duhet sjelli 3-4. Dhe nuk e kupton se sa është kosta e atyre raketave për të sjellë këtu dhe se çfarë vlere ka Shqipëria, se pas ka një grup aty në man, se çfarë vlere ka Shqipëria. Por ky gjithmonë thash lun atë lojën e lëpirësit, jo pa qëllime e quajmë minuk korridorësh këtë, se prandaj kam vuar atë epitetin minuk korridorësh, sepse ky mundohet në çdo moment të futet në ato brimat, ato skutat, për të qenë i pranishëm, për të marrë vesh që të jetë i gatshëm ky në çdo moment që ky dorëzohet në çdo moment e kupton dhe ta bëj Shqipërinë do ta bëj Shqipërinë një vend i cili është i rrezikuar nga iranianët, edhe me që është lufta në Iran tash edhe ne jemi ai vendi që do na sulmojnë iranianët. Çfarë kanë iranianët që janë luftë atje, e kupton, dhe të pas kanë kohë me u marr me emailët e deputetëve tanë, thuti se janë politikan të mirëfillt. Këta janë ca pazarxhin, ca njerëz të cilët nuk kanë as dinjitet, as karakter, do merret Irani se çfarë. Ta më tepër çojnë emailë e femnash se sa emailë politike. Emailë politike s'ka fare. Ose grupet kriminale, ma bro këtë, i thuj këti gjyqtari, i thuj këti prokurori, ma bëj këtë, ma bëj atë. Nuk kanë këta, domethënë politik nuk ka gjë që të ndikojnë në politikën globale apo rajonale, ne ndikojmë edhe të themi ne, apo jemi një vend që kemi një ushtri shumë të fortë, këtu çdo lloj rakete që mund të vi, këtu ne jemi të hapur se s'kemi asnjë lloj mbrojtje, ne s'kemi mbrojtje, ne s'kemi armë. Mbrojemi ne tani nga këta këta. Por gjëja kryesore në momentin që e nxori Rama këtë lloj hakerimi e bëri pikërisht në atë momentin, thash 2 ditë para se të bëhet mbledhja e kuvendit e parlamentit, se kuvendi s'është ai, e parlamentit për të bërë atë votimin. Unë kam thënë që Rama do luajë çdo lloj guri, çdo lloj forme, mënyre për të mbrojtur Belinda Ballukun. Ja se do kalojmë pyetjen e radhës se kam për këtë çështje. Do kalojmë. Kjo është ajo një nga hapat e fundit që Rama mund të bënte presion ka shi deputetëve. E kuptoj. Dhe siç po ju thoja, do kalojmë tani pak opinionin e audiencës tek politika shqiptare, vije më shumë për imunitetin e Ballukut. Rama, siç e përmendet grupin parlamentar, shprehu që nuk do ja heqim imunitetin Ballukut. Tani un kam një grup pyetjesh që do t'i bashkoj në një. A ka Rama me Ballukun një pakt të fshet? A mos ndoshta Rama i dhimbset Ballukut si duket robi mirë, njeri i mirë, kupton? Apo thjesht Balluku në thonjza politikisht e ka peng Ramën? Si e shikoni ju? Nga të dyja nuk është asnjëra. Po t'ishte thjesht si Balluku, thjesht si Belin, domethënë, si një ministër apo zëvendës kryeministri, ai do ta kishte shkarkuar në sekonda, ashtu siç bëri me Benametin. Por me Belinda Ballukun ndryshon pak situata, sepse duhet marr pak edhe në histori. Belinda Balluku nuk ka qenë për të qenë zëvendës kryeministri në mandatin e 4 të Ramës. Belinda Balluku është vënë me urdhër zëvendës
kryeministre dhe ka qenë momentet e fundit kur është caktuar Belinda si zëvendës kryeministre. Dhe Rama tashmë nuk është pengë Belinda Ballukut, është pengë atyre që mbajnë Belinda Ballukun. Dhe Rama, unë e kam thënë me kohë që qysh nga momenti kur Belinda Balluku doli nga spaku si e pandehur, unë deklarova dhe thash Belinda nuk jep dorëheqjen dhe Rama nuk ka këllçe për ta hequr. Dhe u vërtetua që Rama nuk ka këllçe për ta hequr Belindën. Dhe gjithë luftën që bën Rama nuk e bën, kjo më tepër të themi që është një luftë private e Ramës. Është private me ata që mbajnë Belindën, jo me Belindën, as me spakun. Se Rama e di shumë mirë që dosjet janë spak, e di shumë mirë se çfarë janë të shkruar në dosjet, sepse qysh nga drejtori më i thjeshtë apo deri te Belinda emri i Ramës konvergon dhe shkon në të gjithë strukturat. Kështu që ai nuk është se është i trishnuar nga çfarë do të thotë Belinda në spak apo gjatë hetimeve se çfarë do dali. Në mënyrë absolute, ai ka hallin e kokës vet, ka hallin sepse do përplaset, unë e kam deklaruar që në atë kohë nëse ky do shkarkoj Belinda Ballukun pa një vendim gjyqësor, se ky vendimin gjyqësor kërkon të thjesht për të justifikuar, atëherë do plasi lufta rrugës dhe ai kësaj trembet, nuk i trembet drejtësisë, nuk i trembet spagut, se ata i ka mbledh, domethënë. Ti bën një pyetje ç'në kuptoni me luftën e rrugës? Luftën e rrugës, përplasja e bandeve, përplasja ikja e kokës së Ramës, pse që? Ju duket në çudi e madhe. Ja që shohim pak si të paprekshëm, prandaj ju pyes. Ka ndërtuar mafia në shtet, në mafia shtet ka ligje të tjera. Janë ligjet e rrugës pastaj që vendosin, nuk vendosin ligji i shtetit. Kuptojeni drejt. Nëse ti në organizatën e mafjes, nëse ti tradhton apo bën një veprim i cili bie ndesh me organizatën, ata të heqin qafet, dihet ajo punë. Dhe Rama kësaj i shmanget. Dhe po ta veni re për shembull edhe opozita nuk e përmend kurrë që thotë që Rama ka ndërtuar mafian shtet, megjithëse ky ka ndërtuar mafian shtet. Edhe opozita vetë po vazhdojnë të thonë tek narkoshteti, ngelin ke ajo fjala e narkoshtetit se mafia në shtet nuk e përdorin dot. Edhe vetë opozita se përdor dot. Pra ka ajo frikën e vet nga krau patjetër. Kanë frikën e vet sepse janë gjithë për lyer. Unë jo pa qëllim kam thënë që ne kemi një politik, kemi të quajtur politikan, por nuk janë politikan, këta janë pazarxhi, këta janë parapolitik. Këta janë vetëm me pazare, këta nuk kanë bërë ndonjëherë politik në Shqipëri. Po të kishim bërë politik në Shqipëri, Shqipëria do ishte ndryshe. Rama për shembull nuk në gjithë takimin që bëri me grupin parlamentar, absolutisht nuk tregoi asnjë gjë për sa i përket emaillit që i ka ardhur Ramës, kthehemi prapë te iranianët, emaillit që i ka ardhur Ramës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet kësaj zyrës traktare, dhomës traktare të amerikane, për sa i përket portit Durrësit. Okay. Jo kam thënë që porti Durrësit do jetë ai që do e haj kokën gjithë dhe përfundimisht emaili që erdhi Ramës apo thënia që erdhi Ramës për sa i përket portit Durrësit për ta anulluar të gjithë tenderet, të gjithë veprimet që bëhen në portin e Durrësit, sepse prek strategjinë, prek sigurinë e NATO-s në radhë parë dhe Shtetet e Bashkuara. Pa llogaritur pastaj. E prek sigurinë e NATO sepse mund të ketë kapital rus? Po, atje ka kapital rus, Kinez, Al-Qaeda, gjithë janë atje. Alibari çfarë Alibari? Dhe unë për ne po them. Që nga emri. Jo vetëm që është nga emri, po pse ka vajt Rama kaq kohë kur ka vajt në Katare, në Arabi Saudite, për çfarë kanë vajt? Për këtë lloj gjërash kanë vajt. Dhe një nga gjërat më kryesore kush është tek porti i Durrësit, është sepse janë fut shumë themi kompani të cilat nuk janë as kompani, po janë offshore dhe po ta veni re dhe ardhja e ministrit të jashtëm të
të Gjermanisë, kur erdhi dhe takoi direkt vetëm Spakun dhe u largua, nuk takoi absolutisht njëri tjetër, sepse edhe tek porti i Durrësit ka qenë kompania gjermane e cila u largua, ju dha kroatëve, aty vazhdon akoma me një kompani e gjoja kroate, e cila vazhdon akoma dhe bën transportin e mbetjeve. Është një nga pikat ku mafia i ka më për zemër. Mbetjet i ka për zemër. Se është fitim kolosal, të kuptojmë. Dhe pikërisht për këtë Rama nuk flet fare. E kuptoj. Dhe vazhdon i bie trumpetës së Belinës. Të vjen keq që ata që gjoja mbajnë si doktora, profesora të drejtësisë shqiptare, nuk flasin fare, po bëhen bisht i Ramës duke komentuar dhe duke thënë që është i padrejtë, se nuk ka nevojë të hiqet imuniteti, nuk ka nevojë të arrestohet, se bëhen hetimet. Në të njëjtën kohë që janë po këta, të cilët kryen të reformë drejtësi, për cilën sinqerisht ja u them, se nuk është se deklaroj sot se kjo është e shkruar dhe e bërë e thënë me miliona herë, por kam qenë njeriu i vetëm që kam luftuar kundër kësaj reforme dhe kam thënë që kjo është një reforme dështuar dhe është një reforme e cila në momentin kur këta ndryshuan kushtetutën dhe ngretën 140 vota pro, kam dalë në mas 2 orësh pasi këta bën këtë lloj veprimi, kam dalë dhe kam thënë faleminderit që na vendoset diktaturën. Kështu që janë po këta deputet, është po ky parlament, janë po këta politikanë që kanë vendosur dhe kanë qenë dakord për të bërë këtë lloj reforme dhe tashmë që ju bien kurriz, tash i fillojnë edhe kërkojnë ndryshime përsëri të ligjeve, pa marrë parasysh që të qenurit me një mandat nuk të justifikon vjedhjen që ti bën apo dëmet që ti bën Shqipërisë. Nëse do shihni të gjithë rrugët e Shqipërisë janë të shkatërruara, janë të gjithë ato tunelet të cilat rrjedhin, janë jashtë funksionit. Askush nuk flet për shembull për urën e Kuksit e cila nuk arriti ta marrë kolaudimin, pra edhe ajo quhet jashtë funksionit, për sa i përket funksionit të cilit ajo është bërë, dhe dalim dhe themi tashmë të mbrojmë Belindën sepse kjo nuk ka vjedhur, nuk ka bërë. Por është edhe çik edhe meta e Spakut, e cila ajo që unë u kam kërkuar këtyre dhe ju kam thënë që domethënë është idiotizëm, domethënë që ti ta akuzosh për mosbarazin tendera apo është përdorim detyre. Ç'është ky shpërdorim detyre? Shpërdorim detyre ti të firmosh një kontratë, supozojmë me 100 milion euro, me 200 milion euro, me 50 milion euro, dhe kjo quhet shpërdorim detyre? Apo mosbarazin tender, se ti ke vendosur se kush do fitoj tenderin dhe ne kemi patash kur ka dalë aksion, ne kemi parë se si janë vendosur tender. Dhe ti ta quhesh mosbarazin tender, kjo është vjedhje e hapur. Dhe Spaku për mua në 7 vjetët e tij nuk ka bërë absolutisht asnjë lloj konfiskimi të pasurive të këtyre personave, të cilët bëjnë nga i vit 2 vjet, 5 vjet burg, dalin edhe me shërbim prove dhe pastaj gëzojnë të gjithë pasurinë që i kanë vjedhur të populli. Për sa kohë nuk bëhet konfiskimi pasurive të këtyre personave të cilët kanë qenë pushtetar, politikan, shtetar, nuk di, për mua nuk mund quhet drejtësi më, sepse dëmi është shumë i madh i Shqipërisë. Dhe të vi puna të dënohen me i vit 2 vjet, 5 vjet, thash, këto është papranueshme për një reformë i cili janë harxuar miliona lekë për atë reformë. Dhe në fund fare përfundimi është skandaloz, domethënë. Po të shohësh të gjithë kanë dalë me i vit 2 vjet burg dhe konfiskim pasurie nuk ka. Për sa kohë nuk ka konfiskim pasurie, ajo nuk quhet më drejtësi. Me që përmendë Spakun, kreu i tij Klodian Brau tha dje se asnjë nuk është mbi ligjin e jo më pak zyrtarët.
Tani, mos ndoshta Palluku ishte, si më thon, fitili i dinamitit për hyrje në Spakut, pra për këtë hyrje mbar që ai po i nis qeverisë, a mendoni se do ta thelloj akoma më shumë? Palluku pra është e para nga emrat e mëdhenj? Mas Ballukut nuk ka emri më i madh është Paradhoma. Balluku nuk e kam qyt Paradhoma e Ramës. Okay. Dy janë persona të cilët duhen goditur nga Spaku, domethënë. Është kryeministri i Shqipërisë dhe është edhe presidenti i Republikës. Presidenti i Republikës për çështjet e Lionit, sidomos të Sarandës, ku ka firmosur edhe të gjitha asetet e ushtrisë, të cilët i kanë nxjerrë jashtë përdorimit. Okay. Dhe janë me firmën e tij, dhe Rama si kryeministër, i cili ka kthyer vendin në një magazin droge dhe shpërndarje, pastrim para edhe korrupsion masiv. Dhe kjo nuk është se është e thënë nga një person, apo e them unë, apo dhe kjo është vërtet, po kjo është një fakt publik. Dhe fakti publik është sepse këtu ndërtohen kulla nga 50 kati, nga 100 kati, nuk di se ku i gjen lekët, dhe se si marrin këta lek, nga vijnë këto lek, dhe nuk ka absolutisht asnjë lloj transparence. Rama ka ndërtuar, unë praneu thash që Rama ka ndërtuar mafian shtet, sepse ai çdo veprim e bën nëpërmjet kompanive të huaja, të cilat janë edhe offshore, apo edhe tashmë ka gjetë edhe atë stilin e këtyre arkitektëve të huaj, ku arkitektët e huaj paguajnë me miliona plas lek, dhe arkitektët shqiptarë marrin atë thërrimen, e vetëm vendosin firmën dhe marrin atë thërrimen. Dhe ky është një korrupsion akoma më i madh që Rama ka ndërtuar. Dhe prandaj thash që ai ka ndërtuar mafian shtet, se ai është komanda vet, ai vetë vendos ke gjykata, ai vetë vendos ke pushteti lokal, te presidenti vetë i firmos e vetë i byrë, se ai rikot aty. Ai kapter ushtrisë, se s'ka si gjë, ai firmos kot. Ja rrezik edhe firmën ja ka marrë ky, ja bo vetë. Po ky ka ndërtu, ky ka policinë në dorë, ky ka ushtrinë në dorë, ky i ka të gjitha në dorë, dhe një njeri që i ka të gjitha në komandën e tij, patjetër që ka ndërtuar të sistemin e mafjes. Dhe nuk nguroj kur ta them që ne jemi një mafia shtet që na drejton, dhe nuk na drejton asnjë lloj pushteti tjetër. Fatkeqësia është se kemi edhe një opozitë, e cila nuk është apatike, është e pa motivuar, nuk sjell asnjë lloj fryme, nuk ka asnjë lloj kauze, nuk jep asnjë lloj alternative, po është një opozitë që bën sikur bën opozitë, bën sikur bën ca protesta, të cilat janë vazhdimisht dështojnë. Dhe Rama në këtë kontekst, Rama qeverisë në mënyrë tepër komode. Ka gjetë atë pjesën ku tashmë Rama merret me politikën e jashtme, të themi, ose merret me këta ndërkombëtarët, ndërsa opozita merret me çështjet e brendshme. Kanë dasi duket problemet. Njëri me këto, tjetri merret me ato, dhe vazhdojnë qeverisin në këtë lloj forme. Kështu që nesër do jetë një ditë e cila jashtë kontekstit të Ramës, apo të opozitës, apo dhe të Berishës vetë, do të shohim karakterin e deputetëve. Kështu kam thënë të paktën sot, kam deklaruar që do shoh dinjitetin dhe karakterin e deputetëve. Sa dinjitos do jenë ata për të shërbyer kombit e për të shërbyer popullit të tyre. Apo janë thjesht ushtar të cilët do ngrenë kartonin. Por të paktën nesër ka një gjë pozitive, të paktën për shqiptarët dhe ndërkombëtarët njëkohësisht, se votimi do të jetë i hapur dhe gjithsekush do t'i dali emri dhe surrati vet atje, se çfarë bote do japi. Rama është munduar ta kthejë në një vendim politik atë që bëri, se Rama jo më kote thirrë grupi parlamentar dhe deklaroi të thash si gjykatës që mbylli dosjen dhe tha rrëzohet. Pra e ktheu në një vendim politik, dhe në vendimet politike patjetër që deputetët duhet të zbatojnë vendimin politik partisë, por në këtë lloj situate ku ajo vot
që do ngrenë nesër do jetë pro apo kundër qoftë Amerikës, qoftë edhe Bashkimit Evropian, janë të dyja që kanë investuar në drejtsinë shqiptare. Kjo do të tregoj hapur nëse janë pro apo kundër jo spakut, jo kërkesës spakut. Këtu flitet a do jenë kundra Amerikës edhe Bashkimit Evropian, apo do jenë pro Amerikës dhe Bashkimit Evropian dhe pro kësaj reforme të cilët ata e bën. Kalojmë tek tema e fundit ajo e Kosovës, dhe të pyesa pak në lidhjen se pse mendoni se gjykata kushtetuese e Kosovës pezulloi dekretin e Vjosa Osmanit për shpërndarjen e kuvendit. Ashtu si në Shqipëri, se shqiptarin edhe ata nuk janë më tepër. Ashtu si në Shqipëri edhe atje bëhet një vendim i mos vendimit. Gjykata kushtetuese merr një vendim pezullimi, nuk di pse e merr vendimin e pezullimit dhe nuk di pse e pranon kërkesën e Albin Kurtit. Për sa i përket zgjedhjeve apo dekretit të nxjerrë nga presidenti i Republikës. Në njëjtën kohë që kushtetuta e Kosovës e ka taksative nëse nuk mlidhet bëhet korrumi në seancën e parë apo nuk ka dy kandidat në seancën e parë, atëherë kalohet direkt në zgjedhjet të parakohshme. Kështu që dekreti ishte konform kushtetutës, pastaj u gjetën disa artifice të cilët këta majtistët janë fantastik kështu për nxjerr artifice. Albin Kurti, marksist-leninist, e nisi tash është bërë pak social. Social internacionalist, po aty ngelet prapë. Është i çik ka ndryshuar pak nga komunizmi, është bërë pak më nga qendra. Por gjithmonë i majt mbetet. Dhe thash këta të majtet janë fantastik shumë për të nxjerrë këto artificet, kanë nxjerrë një dy artificet kota dhe harron atë pjesën tjetër, merr për bazë të pjesën kur Albin Kurti nuk u fut nuk u vënë dhe gjykata kushtetuese në atë kohë vendosi që duhet të jenë pranishëm, deputetët e kanë detyrim kushtetues për të qenë pranishëm në sallë, por ishte moment tjetër dhe ishte kohë tjetër se në atë kohë kishin rënë dakord, partitë politike kishin rënë dakord. Pra kishin bërë një konsensus për zgjedhjen e presidentit në atë kohë. Dhe këta u detyruan pastaj të futen, ndërsa në këtë moment nuk kemi një dakordsi nuk kemi një dakordsi politike në partive që kanë rënë dakord qoftë për mënyrën apo edhe për emrat e kandidatëve. Pra është një diçka tjetër dhe në këtë lojë futet edhe gjykata kushtetuese, thash në këtë moment gjykata kushtetuese nuk ishte pse u fusën në lojë fare. Por zbatohet në 86, nuk është 81, nuk e marr mend i kushtetutës Kosovës, mos të vini kot. Por është neni përkatës, i cili thashë e ka në mënyrë taksative nëse kuvendi nuk bën korumin në seancën e parë ose nuk janë dy kandidat për president, atëherë kalohet në zgjedhjet parakohshme. Në fakt për pjesën e Kurtit dhe Osmanit, a kemi një konflikt midis këtyre dyve? Ta kaloj pak në zhargon, Osmani kërkon t'ia fusi Kurtit? Osmani nuk është puna se Osmani do t'ia fusi Kurtit apo Kurtit. Tu ka një çarje ndërmjet Osmanit dhe Kurtit, ka një çarje, siç kishte një bashkim që ishin në një kohë ishin bashk, ashtu siç Osmani i bëri nder Kurtit me datën 28 dhjetor, kur caktoi datën 28 dhjetor për zgjedhjet parlamentare, dhe ai ishte momenti kur Kurti manipuloi mjaft bukur votat, sepse mos harroni që diaspora ka votuar edhe në diasporë, ka votuar edhe në Kosovë. Të erdhën për vitri ata dhe votuan aty. Pavarësisht se ju kishim vajt letrat në shtëpi, kishim votuar në shtëpi. Domethënë, dhe Osmani ditë shumë mirë këtë, dhe i erdhi për shtat Kurtit pikërisht me idenë se do të zgjidhësh apo do të rizgjidhësh përsëri presidente. Prandaj them që këta nuk janë politikanë, këta janë pazargjinj. Dhe ajo tjetra pastaj që duke qenë se Kurti nuk ka shkel në shtëpi të Bardh, pra nuk ka vajt në Amerikë në takime
administratën Trump, dhe të gjithë takimet i ka bërë Vjosa Osmani. Këtu është ajo xhelozia shqiptare, pastaj që pse duhet të jetë ky dhe mos të jem unë. Dhe këtu fillon edhe ndarjet, sidomos pas takimit që bëri Vjosa Osmani me presidentin Trump në bordin e paqes. Aty ishte pak më i atqetuar Kurti, për vetë faktin pastaj se u duk që Vjosa Osmani sikur kishte një marrëdhënie më të mirë me Ramën se sa Kurti, dhe kjo u duk edhe në vizitën që bëri Rama. Në takimin që bëri me Kurti nuk pati konferencë shtypi, Kurti nuk bëri konferencë shtypi me Ramën. Ndërsa në takimin që bëri me Vjosa Osmanin pati konferencë shtypi. Pra ishte është një ndarje e thellë ndërmjet Kurtit edhe Vjosa Osmanit. Por në këtë rast Osmani gjeti atë shkakun, themi, apo zbatoi ligjin, zbatoi kushtetutën, se kështu e thot kushtetuta. Ndërsa këta nxorën atë artificin tjetër. Por kjo tregoj edhe nga një anë tjetër, tregoj edhe atë pjesën që ndikimin që ka Kurti edhe tek gjyqësori, edhe të gjykata kushtetuese, dhe nëse do merrte edhe presidentin Kurti, pastaj do bëhesh më autokrat se sa vetë Rama, siç e kemi ne këtu Ramën që i ka të gjitha në dorë, edhe Kurti do bëj njësoj thoni juve. Do bëhesh njësoj do bëhesh. Kështu që për mua nga kjo pikpamje bjen më mirë që ndodhi në këtë lloj forme, por ata kanë harruar edhe një gjë tjetër, sepse një muaj që e shtyu gjykata kushtetuese, që e pezulloi, dhe pas një muaj gjykata kushtetuese do marrë një vendim apo do mblidhet në seancë, pastaj duhet periudha kohës se kur do të dali vendimi i zbardhur, e më thash, në këtë rast, se është thik me dy presa kjo, në këtë rast kemi edhe gjyqin e Hashim Thaqit në Hag. Por nëse marrim të mirë qenë sikur gjyqi i Hagës do t'i nxjerrit pafajshëm të katërt liderët dhe ata kthehen në Kosovë si triumfator të lirë, të pafajshëm. Çfarë ndodh me Kurtin? Pra, Kurti i leverdisi të bëhen zgjedhjet mas gjyqit. Pra ka një dilemë, se këta nuk i mendojnë gjërat politikisht dhe strategjikisht, që të shohin një strategji, të ndërtojnë një strategji. Por këta mendojnë në atë momentin, të kalojmë atë momentin, bëjmë atë pazaret që çfarë do bëjmë, edhe kështu kanë hetë. Prandaj thash, edhe ata shqiptarja nuk ndryshojnë shumë. Megjithse, thash e gjithë referenca tashmë të paktën nga Amerika është te Kosova dhe nuk është te Shqipëria, pavarësisht nga kjo ata prapë tregojnë veten që nuk janë politikan, nuk dinë të zgjidhin problemet. E kishin mundësinë ta në dorë, mos harroni se mas kësaj çfarë ndodhi, edhe ajo KOS anulloi vizitën. Një tjetër që merr Kosova përsa i përket Bashkimit Evropian, të paktën minimalisht deri në këto momente përsa i përket Bashkimit Evropian, sepse nuk di se çfarë pozicione do marrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës përsa i përket këtij llumi apo këtij katrahure që ndërtuan vetëm me durët e tyre politika në Kosovë. E kuptoj. Dhe për ta përmbyllur intervistën, të kthehemi edhe një herë në Shqipëri, kërkoj nga ju një parashikim. Nesër është protesta opozitës. Mendoni se do të ketë një të interar apo do bëjnë diçka më të madhe? Protesta opozitës është thjesht nga opozita në parlament. Pra do jetë e gjithë e fokusuar në parlament, por nuk do ketë në një ndikim përsa i përket votimit që kanë marrë, apo vendimin që ka marrë Partia Socialiste, për nuk besoj se këta deputet do jenë kaq të pjekur politikisht për të vepruar në të mirë të kombit apo në të mirë të popullit edhe në favor të drejtësisë. Këta nuk duan drejtësi, këta kërkojnë ambulli, këta kërkojnë mbrojtje, jo më kot pa ta bërë një shkrim dje. Ku thash siguria juridike në Shqipëri është kthyer në siguri politike. Pra nuk ka vlerë më siguria juridike në Shqipëri përsa kohë politikën e ke në krah apo politika e ke kundra. Këtu vendos politika dhe vendos ai minuku korridorëve që quhet
Edvin Rama, askush tjetër nuk vendos për sa i përket fateve të Shqipërisë. Kjo është një tragikomedi, të themi, sepse sa tragjika që dhe komike, që një njëri gjitha, por me sa duket kemi arë në këtë lloj pike, pra kemi herë fundin ndoshta që të fillojmë edhe të ngrihemi. Zoti Fatmir, falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve. Të nderuar miq të Agora News, ishim me analistin Fatmir Merkoçin, ku folëm për situatën politike të Shqipërisë dhe atë të Kosovës. Nëse kërkoni më shumë përmbajtje dhe video të tjera, bëni subscribe në kanalin e YouTube të Agora News dhe bashkë me mua mirupafshim.